çfarë i shqetëson ata më shumë te Shqipëria? Te shqiptarët? Janë disa dimensione. Ato që ishin atëherë janë dhe sot. Funksionimi i demokracisë në Shqipëri. Zhvillimi ekonomik. Lufta kundër krimit, ku hyn dhe sa efektiv është sistemi i drejtësisë. Klima e biznesit, ndoshta për bizneset. Absolutisht. Biznesi futet për të investuar, mendoj në dy raste, në dy grupe kryesore. Raste që ndahen në dy grupe kryesore. Një kur ka një sistem funksional, kur niveli i riskut nuk është i lartë, flas për paranë private, jo investimin publik, jo investimet publike. Tjetër gjë ndihma nga shteti, tjetër gjë privatët, investimet e huaja direkte. Pra, kur ka një besim që parat nuk do të shkojnë dëm dhe që nëse ka një problem mund ta zgjidhim me sistemin e drejtësisë. Kjo është e para. Dhe ku futen, investojnë. Rasti tjetër është kur kanë të bëjnë me një drejtues, një lider autokratik i cili merren vesh me të dhe e zgjidhin me të. Mendoj që e para është në interes të popullit dhe e dyta jo dhe aq. Gjithë kësaj periudhe, gjatë gjithë këtyre viteve të tranzicionit, ne kam përshtypjen dhe një brez të ri diplomatësh tani. Keni ju një koment për ta, si u duket? Kam një koment dhe një falënderim për gjithë kolegët që kam patur, me cilët kam punuar gjatë këtyre 32 viteve që kam qenë në shërbimin e jashtëm. Si në ministri, ashtu dhe në përfaqësi. Unë kam pas fatin që përgjithsisht kem pas të punoj me njerëz të mirë. Unë besoj që në 92-shin, kur u bë një lloj transfuzioni gjaku i diplomacisë, dhe besoj që u bë mirë, edhe pse për fate individuale ndoshta ka qenë e vështirë, po unë besoj që u bë mirë sepse trupa e punojësve të shërbimit të jashtëm duhet të jetë të besim. Dhe nëse unë deri djetë kam mburur izolimin dhe kam shpërndar veprat e Enver Hoxhës, nuk besoj se ti do më marrë seriozisht nëse unë vi me të kundërtën sot. Aty kërkohesh, për është specifike shërbimit i jashtëm, kërkohesh njerëz të rinj. U mbajtën disa nga periudha e kaluar. Nga periudha e kaluar, djem të rinj, djem vajza të rinj, kryesisht në moshë të re, po në radh të parë me mendje të hapur. Të cilët jo vetëm u përshtatën shumë mirë, por edhe ndihmuan, kontribuan që ata që u futën rishtasit të mund të përmirësoheshin dhe t'ja merrnin dorën profesionin sa më shpejt, sepse është vërtet një profesion që nuk mësohet në shkollë. Është një profesion që mësohet duke punuar, si noti që mësohet duke notuar. Po. Në atë kohë unë mendoj që punët filluan mbar, më kujtohet që ndërkohë që ne ishim 18 ambasadorë të rinj të akredituar, po s'kishin mbajtur akoma në detyrë, u bë një konkurs për një 20 vende të lira misionin e jashtme, ku paraqiten më shumë se 600 kandidatë. Dhe u morën 2 salla jashtë ministrisë për të bërë provimin, dhe ku ne u morëm të themi për t'i ruajtur që mos kopionin, pa ata nuk kopionin, qofse jepja unë kopje dikujt, domethënë i prisha punë vetes. Ishte konkursi mirëfillt dhe rekrutimi që u bë atëherë u bë shumë i ndershëm. Domethënë u morën në punë ata që vërtet meritonin të merreshin. Sa prej tyre janë sot në sistem? Nuk e them dot me shifra, por edhe koha... Kanë ngelur? Pak. Koha ka për të vetën, disa ndoshta dhe janë larguar, kanë gjetë mundësi, u bën diplomat të mirë, dhe kur je diplomat i mirë, gjen vend pune. Jo vetëm brenda vendit, por edhe jashtë. Problemi lindi më vonë, kur politika futi duart në shërbimin e jashtëm, dhe filloi ta konsideronte si domenin e vet, si parcelën e vet. Dhe unë e them me keqardhje të madhe që kjo tendencë ka ardhur duke u forcuar. Jo vetëm praktikisht, por së fundmi dhe ligjërisht. Në fillim të viteve 90, sistemi funksiononte me bazë vendimesh qeverie, të cilat ishin pozitive. Në 98 u miratua ligji i parë i shërbimit të jashtëm, një ligj shumë pozitiv, po i thjeshtuar. Domethënë, nëse do ta merrje ta vjen fuqi sot, nuk i plotëson nevojat e kohës, ama në parim ishte shumë mirë.
ai kishte nevojë për plotësime. Plotësime të hendeqeve që nuk i parashikonte, o zonave gri që lini shtek për interpretim. Dhe ky u pasua në 2013 nga ligji i dytë, i cili një përmirësim i ligjit të 98-s. Pastaj erdhi 2015 që ishte një rënje, dhe pastaj erdhi ky vit tani, fillimi i këtij viti që miratoi një ligj që ka kthyer shërbimin e jashtëm në organizatë jo qeveritare. Në këtë gjendje jemi sot? Po, për fat keq. Ky ligj ka hequr në mënyrë të plot kriteret profesionale të rekrutimit të shërbimit në jashtëm. Jo se s'kan rekrutuar më parë, po i ka rekrutuar në kundërshtim me ligjin. Ndërsa tani? Tani kanë miratuar një ligj të legalizimit të emërimeve pa leje. Për fat keq. Unë gjithmonë bëra analogji me ligjin për legalizimin e ndërtimeve pa leje, pra u bë diçka e paligjshme, ai ta legalizojmë, dhe tani me këtë ligj që kanë miratuar tani dhe që unë e them edhe me krenari po deshe, që janë pjesët i grupi që po e dërgojnë, e kanë paditur në gjykatë kushtetuese. Sepse ka shkelje kushtetuese themelore. Sepse më vjen shumë mirë që e thatë, sepse këtu të pyesë, si ka mundësi, se kuptoj që në fushat të ndryshme ne kemi forcën e reagimit shumë të dobët, po në nivelet të tilla duhet që patjetër të reagojnë. Dhe më vjen mirë që e thatë këtë, që e kemi dërguar në gjykatën kushtetuese, sepse është një formë reagimi shumë e fortë, se kur ka hapa ligjore, ka shkelje kushtetuese, jo thjesht themi çështje që të anashkalon një parim ose është shkelje kushtetuese e mirëfillt. Të paktën ne kështu besojmë dhe zyra avokatisë cilës jemi drejtuar beson si ne. Okej. Vetëm se shpresoj që t'i vi radha të trajtohet shpejt në gjykatën kushtetuese. Unë nuk e di kur i vjen radha. Keni një datë? Jo, nuk kemi një datë akoma. Unë nuk e di kur i vjen radha, po di që nëse fiton ajo që ne besojmë që është e drejtë, është një hap përpara i të mirës dhe një hap pas i të keqes.